Unë, mas pari. Bismillahirrahmanirrahim, të dashur vëllezër xhamat, sot me datën 05/06/2026, ditë e xuma, jemi të nderuar këtu pranë vete e kam kryetarin e shoqatës të verbërve nga qyteti i Elbasanit, ka ardhur me stafin e tij, Zoti i shpërbleft të mirë se keni ardhur. Për mua është ndërë për xhamatin tam xhamin e Shipulit, se xhamia e Shipulit me plot kuptimin e fjalës është duke u bë dal nga dal metropol i gjithë shqiptarisë, kudo që flitet shqip dhe menohet shqip, me ardhë dhe mu njoftu me zveti vëllezërit me vëllezër. Vllai i madh kësaj radhe ka ardhur të vllai i vogël. Mirë se ka ardhur Kalem Kodra. Fjala për mirë se gjetëm Bac Fatmir. Për mua është një kënaqësi që sot më kombet në qytetin e Mitrovicës për të vizituar këtë xhami me dëshirën e personat të verbër, me ndërmjetësimet e vllai Riza, Bac Riza, si e themi ne zakonisht, që na kanë ndërmjetësuar gjithmonë, kemi 3-4 vite që ne vim këtu në Prishtinë. Këtë radhë kishim dëshirë veçantë që ne vizitoshim xhamin tuaj. Duke ndjur dhe emrin tëtë si hoxhi i xhamisë, ose si njeriu më i mirë që kemi dëgjuar fjalë më të mira për ty, ne vim nga qyteti i Elbasanit, ne si shoqat, ne lëvizim në çdo xhami në Elbasan, Tiranë, kudo, jemi një grup i madh i shoqatës tonë, shoqata janë përbërë mbi 500 veta të verbër, qyteti i Elbasanit flas. Edhe unë jam i verbuar në vitin 2000. Më ka ardhur një verbim nga aksident pune, kam bërë një lloj operacioni në Rusi, në Moskë, atje u dëmtova më shumë. Tani nuk shikoj me zero shikim. Po nuk ka të bëj shikimi, përdesë kemi Allahun lart, na mbron gjithmonë, jemi pranë atij. Edhe unë jam shumë i kënaqur në Allah se kam një familje të mrekullueshme, kam 2 djemë dhe nusen. Edhe duhet ju falenderoj gjithë vëllezërit dhe motrat kosovar që na mirëpresin këtu në xhamin tuaj ose në kudo që jemi dalim ne. Faleminderit dhe Allahu ta shpërbleft. Allahu trujt vëlla Kalem. Sytë e ballit janë të verbër. Kjo sprov për Allahu. Po sytë këtu ku i kinë, në zemër. Në zemër, shikojnë... Këtë shikojnë mrekulli, 100% shikueshmërinë e kanë. Unë për e thash, jemi me zërë shikim në syrë, po kemi zemër, kemi shpirtin. Por shpirti dhe sytë, që shiko shpirti, sytë i ka dhe balli. Por dikujt, Allahu Azza wa Jall duke i pas shikimin në ball, e nuk e sheh rrugën e Zotit, ai është i verbër realisht. Aty Allahu Azza wa Jall t'i ka dhënë në zemër dhe në shpirt. Unë di një histori pas shumë të shkurtër di unë që i bënë pyetje i dërguar i Zotit me fjalë çka kërkon ti, çka kërkon ti, tha vajti ke verbi, po i bie i shkurt tash unë. Kur i tha verbi do sy të ballet, edhe kur e vua pasurinë pastaj i verbi doli më i mirë nga gjithë. Të lumt. Këtë ditë më ka shpjeguar Hexhallar, gjithë i ra shkurt këtij mohabetin, edhe duhet të falenderoj më tepër Riza Morinon që na mësoi këtë ardhmën këtu. Unë e falenderoj gjithsesi edhe në vëllain ton Haxhi Rizain, mirë se ke ardhur Haxhi Riza, e bo sebeb, vllai jon është banues rezident në Pej, ka ardhur bashkë me vëllezërit nga shoqata e të verbërve. Ky është zotëri Kalem Kodra, Zoti është shpërbleft dhe i dhosht shëndet e bereqet, e mirë se keni ardhur, na jemi të nderuar, e tash pas pak inshallah do ta falim namazin e xumos, e mirë se keni ardhur. Edhe ne të ftojmë në Elbasan që të vish na bash vizitë bashkë me Rizan. Me emër të Allahut, inshallah. Allah i shpërbleft. Na bashkoft Zoti gjithë shqiptarëve pa dallim në formën, në mënyrën më të mirë të mundshme, e nuk ka më mirë se mu bashku në një prej shtëpiave të Zotit në xhamin e Allahut. Amin. Respekte.